Get ready with me për me shku në ditëlindjet banartit. Nuk jemi tu dalë në ikon, fakt, jemi tu mbledh në shpet me familje për me festu. Shky ka mu konë ma i fet. Jam në Zyre, jam tu po gati këto se ka me shku direkt. Përveç që dashta mi u kallzu qa po veshe, që shpo bona gati. Dashta mi u kallzu edhe qët ambient të Zyrës, që halja nuk e kom postu qatë shumë sa këto pjesë tjera, që kjo është my cute toilet. Do të thonë nuk e di, a ka banjo ma bukur. Nuk e keni idenë çfarë ndryshimi o bo, nuk ma ka marrë menja asmu që ka me dalë që ka gjë bukur. Red bilet ja u kallzaj. Këqërën e shokon. Këqërën e që shobo tash. Do me thonë, zdi. Ka dalë diqysh si do banjo ashtu të restoraneve te për cute në Londër am Paris ati ka. Edhe këto, edhe fllakat janë prej Creative Ceramika. Si i kom pa qëto, me njëherë e kom ditë që as nuk duna me këqyrë ma shumë, se ka mu dok perfect. So, thank you, Creative Ceramika. Kom pas qef që çdo pjesë e Zyrës më kona ashtu shumë e menume. Diqysh mu pëlqenjë te për shumë që si detaje. Edhe non-stop ku do që udhtoj ashtu, qyri që si vene për foto për video. Edhe thosha, why not have a place of my own? Kom pëlqej ka me bo get ready with me së qëto. Pak si asi video të Vogue, po mdoket. Manifesting. Myda tu marrë komente pse, për çka Zyre, jetu që najsana, është butek. A muj me ardhë. është thjesht Zyre, mi kry punët e mija. është veç një workspace, nuk kom qelë halja as butek as kur gjë heq. Edhe pse I know që është tepër e bukur. Edhe nështë ta Zyret janë mësu mi po ashtu pak ma bazike ose që po dit. Po e kom bu për qef temin. Edhe në fakt nuk e keni idenë sa ma produktive ja kom nis mu bo. Jena 3 qika në Zyre. Pi kry punë shumë ma letë, pi kry gjatë ditës, ja kom bo vetës një orar. Se dija ma I love it. Bilem të thonë, kisha pas nevoj shumë ma herët me marrë këtë hap. Për njerëz që nuk janë në botën kreative, është ta menojnë që veç qona prej gjumit edhe i postoj 100 foto dhe 100 video, po jo, actually janë shumë orë të realizimit, të editimit, të idejave që duhet mi gjetë. Më konë aktive non-stop, në qëto ditë. Nuk është letë që ashtu që shdo këtë kur veç i sheni që ato postime. E one që jam konë të i bovat krejt sanet të tere qëtash që sa vjetë. Now that I have help, se keni idenë qëfar letësimi për mu. Nuk e di, jam tepër në working mode. Gjithë jam konë, po se di që tash më ka ardhë një farë vullneti, ashtu. I'm so happy. Është ndryshe kur qohesh për shembull edhe e din që je të shku mi kry ato punë, edhe është ndryshe kur je prej shtëpisë ashtu shtrit. Këto po vi edhe pi u grahi punëve. Prej mëngjesit deri mas dite pi kry krejt sanet që i kom pas, i bile non-stop po jam ashtu ahead me postime. Që kjo që e tu e pa që tash sigurt kam postu mas 1-2 ditëve, se i kom ato të djeshit e të pardjeshit që s'kan dalë hala. Po ja, it's going good. Dhe pak pudër për qes qëto. Ndokët që mbati s'kam bo naj get ready with me me naj ambient ma të këndë shumë. S'dia aty ju përqyjuve që ka shumë sa mu, po one, I love it. Jos me qëtë look, I promise që se kam menu qështu, veç që laj që mu kombinu tepër me the vibe. I think që jena gati, që kjo është my look për sot. Bye!